Si e komentoni këtë rritjen e çmimit të naftës? Po këto janë absurde, burri. Dëgjoj si është muhabeti. Ky është shtet legend. Mos pyet për naftën, nuk ka faj luftas, nuk ka faj kurkush që ata dy titullarë se janë aty në vend. Kaq. Qofse, shiko, një tregtar që ka një biznes karburanti dhe ka cistena që mund të ketë atje 200.000 ton, ai sa filloi lufta ngriti çmimin. Pa që qesharake, bora, është qesharake. Po mbaron lufta me vite të tëra sulet me çmimin. Bravo, shumë, nuk kole, pse këta? Gjithë botën ka standarde ka. Prapë shkojmë te zullumi. Ta thash pra Ata kanë gjërgishti. Ose po t'i thash në mënyrë kështu, po Ta janë komplet hajdut, nga i madhi atje ku i bi, bloku anë e poshtë, deri këte, janë komplet hajdut. Shteti degeneruar nuk bëhet më këta. Qeveria, do me thoni, ka dalë të na pikpamjet me korrupsion. Mbaroj kjo punë. As kemi fajin ne vetë. Jo, s'kemi faj, s'kemi qaj, bo i ka bloku rruguj, po fole vdes ndru, të fut mrena. Jo, se ndodh shumë. Po, si s'ndodh, shu ti e di më mirë se mu, se unë jetoj jashtë shtetit, ha? shikoti, është babëzie madhe di. Ka hyrë një babëzie madhe sa edhe nuk ndalen, se njeriu, se po vajte në maj dorëzohesh, po mos arrit vesh në maj më bure, kupton ti? Po këta vazhdojnë akoma që Edhe ku shkojnë në maj prapë vazhdojnë të rritën. bravo, e kupton, se po të them në mënyrë figurative. Dakor, s'po themo që njerëzit pasurohen të kenë lekë të ashuhet, të punësojnë njerëzit. Po këto është s'mendon fare ai për ty për mua, ai sa ngrihet mëngjes mendon çfarë do. Ka bo sabotazh me tunelet, me brima, me ujë, me dërë, që të. Ja, o vjedhin, përgjithësi këtu në Shqipëri, shqiptarët të grinë të vjedhin. Në çdo drejtim, pallatët që bëhen, anë këte. Ty duhet përgjegjësi shqiptarëve. Bantarët e partisë nuk mund të diskutojnë kur një Sali Beri. Aty, e di Romën se i hek filli, fyshek. As Sali Berisha ka në 50 deputet të listë vetë, edhe ata nuk i shohin asnjë. Një qeveri duhet të ketë moral dhe drejtësi. Është shumë e thjeshtë. Nëse s'janë këto të dyja nuk s'ja vlen më. Po si s'ka bërë, ka vjetë, ka bërë. Po unë kam dëgjuar dhe biseda që ka bërë me njëri tjetrin. Një që fjalë Lorin e ka e bërnut fare Goxha Minisa, që kam dëgjuar biseda me ca dallave regji që vjedhin, marrin ato fonde gjona. Palloshi gjatë. Palloshi gjatë, po. Rregull? Ka marrë vetëm thua po. Ky i ka marrë bashkë me këte, po ju e dini vetë shqiptarët më të zgjut, po puna është sepse po futi mrena te ai, do futet edhe vetë mrena. Thuhet se ajo ka edhe 300 apartamente. Si tashi me thon drejtën, mi thën drejtën, tashi unë jam ekstrem, kështu po nuk më amen të ketë 300, po që ka vjedh, ka vjedh. Një parlamentin? Na njoft, po gjithaj njëku, po sa me njëk, nuk mund një shoh, do me thonë se nuk folin një fjalë rallaq. Kur ndjek parlamentin, ç'a bën? Qesh apo mërzit? Po, ty mërzit nëse shoh ku ka shku Shqipëria më burrë, të partë e këtij vendi, pushte vendimtarët e këtij vendi. Analistat vetëm folin edhe nuk ndojnë asnjë gjë për vend. Veç dalin me marr rrugën, si Batoni e Shanshtaj Kosovari e këta. Po thuaj dhe mush i meni këti popullit që nuk qojt i gjithi, shkoj të përmbysi si punën e Enverit atëherë në 90-ën, ati diktatorë se thash Enverit, diktatorë që në mori shpirtin. Dhe gjithë botën po e merr në qaf egoizmi. Është egoizmi është aq i zhvilluar sot në të gjitha ashtu sa po e merr në qaf. Tjetër shumë mirë, pse s'ngrirë sepse këtu ata që janë të mirë, se po ta them kështu tani shumë popullorçe. Shiko, pikërisht, shiko, këtu në mazhorancë është ignoranca. Shiko, revolucionet nuk i bëjnë njerëzit e zgjuar dhe intelektual. Revolucionet i bëjnë njerëzit që janë në minorancë, jo se s'duan, e kupton? Kjo është shumë e thjeshtë. Njerëzit e mirë këtu janë në minorancë. Edhe dominon ajo negativja.